Prokuroria e krimeve të rënda ka tashmë në duar dosjen hetimore të autoriteteve greke të Klement Balilit, njeriu të cilësuar si Escobari i Ballkanit. Dosja voluminoze prej më shumë se 2500 faqesh ka mbritur në adresën e Prokurorisë së Krimeve të Rënda afër një muaj më parë mbi bazën e një letër porosie të dërguar nga institucioni akuzës që kishte hapur një hetim për Balilin pas dyshimeve se ai drejtonte një rrjet trafiku droge. Lidhur me dosjen në fjalë, bëri një serim të gjatë edhe ministri i drejtësisë Ylli Manjani, i cili ndër të tjera ka theksuar se dokumentat origjinale janë marrë zyrtarisht nga institucioni që drejton në datën 14 nëntor 2016. Ministri i drejtësisë ka theksuar se përkthimi është bërë në kohë rekord dhe kursesi nuk ka vend për skenar dhe teori konspiracioni me mbrojtje për të kërkuar apo të dyshuar. Manjani e mbyll reagimin e tij duke kërkuar që institucionet të veprojnë dhe të arrestojnë Klement Balilin. Ministri i drejtësisë nuk është as prokuror, as gjykatës dhe as polic, që do të thotë kushdo që e ka në dorë për të arrestuar e gjykuar ligjërisht Klement Balilin dhe çdo tjetër, bën mirë ta bëjë atë. Këtë gjë e kam thënë që në muajin maj të këtij viti dhe nuk e ndryshoj as pak qëndrimin tim, përfundon Manjani. Çështja Balili për muaj të tërë ka qenë kryefjala e politikës dhe shkak për përplasje të ashpra mes palëve. Tani që dosja është në duart e prokurorisë e në dosje burimet saktësojnë se ka fakte të rënda inkriminuese ndaj Balilit, duket se është pikërisht momenti që prokuroria të veprojë dhe të vendosë për fatin e Escobarit të Ballkanit.